Plasin akuzat Rama përfitoi bursë për Harvard si minoritar grek nga një fondacion helenik. Ish-deputetja Niki Zavella ka pretenduar se kryeministri Edi Rama mori një bursë nga një fondacion grek për të studiuar në Harvard. Media greke shkruan se sipas ish-deputetes, kryeministri shqiptar studioi në Universitetin e Harvardit me një bursë nga një fondacion grek, ku Zavella ishte vetë nënkryetare. Niki Zavella përgjegjëse për përzgjedhjen e studiuesve të Europës Juglindore në Harvard zbuloi në një postim në X se ishte ajo që zgjodhi kryeministri Naso Kohë, kryetarin e ardhshëm të Bashkisë së Tiranës, për të studiuar me bursë nga një fondacion grek. Sipas saj, kriteri kryesor për të marrë këtë bursë ishte të kishe prejardhje nga minoritetet. Media greke shkruan se kryeministri shqiptar e përmbushi kërkesën pasi nëna e tij është greke. Ky postim vjen si pas sulmit të kryeministrit Rama ndaj gazetarit greko-amerikan John Defterius gjatë samitit për zhvillim të qëndrueshëm në Abu Dhabi. 30 vjet më parë, ai nuk ishte famkeq. E zgjodha për shkak të njohurive të mia shumë të mira për Shqipërinë, për shkak të punësime të mëparshme atje. Ai ishte gjysmë minoritet, kishte kualifikimet e kërkuara, kryetar bashkie të cilat nuk i kishin njerëzit e tjerë të minoriteteve. Ishte detyrueshme që ai të ishte institucional dhe sigurisht që ishte jaft. Shqiptar tjetër u bë ministër i financave, unë ja kisha pagëzuar fëmijën, ai vdiq i ri. Nuk ishte kuptim. Në fund të fundit, në Europën Juglindore në atë kohë, kishte shumë pak njerëz që përmbushnin kërkesat për një arsimim në Harvard. Do ta biteni kur të shihni se cilët politikanë në Europën Juglindore erdhën nga ky fondacion. Ndoshta unë i kam ofruar më shumë Shqipërisë. Gabimi më i madh ishte që e zgjodha atë për të studiuar në Harvard. Herën e parë me një bursë nga fondacioni helenik. Prandaj, ai e urren Greqinë sepse nga një kryetar bashkie gjysmëjegër i Tiranës ai studioi në Amerikë, shkruan ajo.